sot organizojmë një demonstrim fushor, në cilat ka demonstras lidhur me shërbimet kryesore gjatë vegetacionit në urën e kohës. Kemi folur pak përpara, momentin e përgatitjes tonë të mbjelljes, kemi folur për rëndësinë ekonomike dhe efektet shëndetësore që ka në vetë domethënë kultura e koprës. Sot, për të realizuar pikërisht një prodhim të pritshëm, të kënaqshëm, në mënyrë që fermeri të shprojë të ardhurat të kënaqshme, unë po fokusohem në shërbimet kryesore, e cila domethënë e koprës i kërkon gjatë vegetacionit për të realizuar atë rendiment të pritshëm. Kemi thënë që kultura e koprës kërkon lagështirë të pranueshme në mënyrë të rritshme. Dhe në pas të kësaj kërkese, do duhet që rritja mos teprohet, por natyrisht sepse teprimi i lagështirës do na dëmtoj bimët, por mungesa e lagështirës do shkaktoj strese, duke shkaktuar përsëri, domethënë humbje të rendimentit dhe të prodhimit. Rritja është një shërbim që duhet mbajtur në një ekuilibër maksimal. Pra, as mos e teprojmë, po as mos ketë bangësi në rritje. Shërbim tjetër shumë i rëndësishëm, që sot jemi edhe duke kryer, është trashëgimia dhe heqja e barave të këqija. Është shumë e rëndësishme. Parcela të vogla natyrisht që bëhet heqja me dorë, duke krijuar mundësinë përveç heqjes barave të këqija. Edhe me trashëgimjen krijojmë shkrimshmëri të sipërfaqes, aerosjen më të mirë të sistemit rrënjor edhe të rimin e kushteve të mira pra për shërbimin normal vegetativ të koprës. Një përkujdesje shumë rëndësishme që duhet të ketë në vëmendje fermeri që shikon koprën është kontrolli i sëmundjeve dhe të mbylljes. Ka qenë një kulturë që do vend gjithëvjetor në përdorimin e në kuzhinë, është mirë që të jetë sa më e pasur sepse konsumohet në gjendje të njohur. Dhe përdorimi i preparateve kimike duhet të jetë varianti i fundit që duhet mendoj fermeri për ta përdorur, për ta mbrojtur nga sëmundjet korporore, siç janë bruku, karcini i qafës, të rrënjës, antraknoza e tjerë. Por që unë do rekomandoj ta mbajtur nën kontroll. Është mirë që mos pari të përqendrohet tek praktika e mirë bujqësore. Kështu është, dhe çfarë do të themi me çfarë kuptojmë me praktikën e mirë bujqësore? Qarkullimi bujqësor. Të kihet në konsiderat qarkullimi bujqësor. Mos mbillet pas vetvetes apo kulturave të njëjtës familje si finop, mos mbillet jo më pak se 3-4 vite. Ka eliminuar bazën e së infekcion. Po kështu, mbillja në distancat e kërkuara. E thënë që duhet të rreth 20 cm larg rreshti me rreshti. Dhe rrimi i shkutjes së diellit. E thënë që kjo kulturë kërkon diellin, prandaj dielli pronave e nga shkutjet dhe dëmtues. Shumë e rëndësishme pra rrimin e kushteve të tepërtimit në mënyrë që mos ketë nevojë fare për trajtim kimik. Vjen momenti i vjeljes. Momentin e vjeljes do të kemi parasysh që kultura e koprës vitet kur kërcejt e saj kanë arritur lartësi 20 deri në 40 cm. Është mirë që prerja e kërcejve të koprës të bëhet kur akoma nuk ka filluar drujtësia. Është shumë e rëndësishme të ketë kjo parasysh. Pra, ka qenë një kulturë që mbillet në disa duar, në këtu e ka dhe rëndësinë, e kemi theksuar radhës tjetër,
e kemi thekshuar që rëndësinë e madhe ekonomike e ka mbasi mbjellim duar dhe kemi një prodhim pothuajse gjithvjetor. Atëherë, vjendja do bëhet ose në formë kositje, rreth 2-3 cm mbi sipërfaqen e tokës, ose do futet me dorë në sipërfaqe më të vogla. Dhe mund të arrijmë që të marrim deri në 5-6 kositje. Në momentin e prerjes, ne lidhim në 10-15 pinë bashkë dhe me njëherë i dërgojmë për tregtim. Si mund ta bëjmë rujtjen në kushte magazinimi? Do të duhet patjetër që kemi kushte me temperatura në magazinim 0 gradë deri në 1 gradë dhe me këtë metodë me një lagëshirë ajrore 90% mund ta ruajmë deri në 2. Këta janë disa nga problematika që mendova të trajtoj në lidhje me kujdesin të përfaqet e vegetacionit dhe të prodhimit të tokës. Unë rekomandoj dhe bëj thirrje për fermerët shqiptarë që ta mbjellin këtë punë, është me shumë interes ekonomik dhe natyrisht që kemi folur rreth të tjera që për vetitë e saj kurative, por që përdorimin e saj jo vetëm si ushqys, por është edhe në industrinë kozmetike për prodhimin e sapunrave, të solucioneve të ndryshme, rëndësia e saj dhe përfitimi nga fermeri është jashtëzakonisht kënaqës.